Nëse ju keni lindur në datat 12, 20 dhe 29 të cilit do muaj, atëherë kjo video është për ju. Të lindurit në këto data, sipas Madame Blavatsky's, i përkasin arketipit ëndërrimtari. Datat 12, 20 dhe 29 janë në ndikimin e planeteve Neptun dhe Venera, që përgjigjen për frymëzimin, përfytyrimin dhe idealizmin. Të lindurit në këto data janë visionar, ëndërrimtar dhe idealist. Sipas Blavatsky's, forca e përfytyrimit është shumë e domosdoshme për ndryshimin e realitetit. Duke qenë vizionar dhe ëndërrimtar, të lindurit në këto data nuk e shohin botën ashtu siç është, por ashtu siç do të mund të ishte. Ata kanë fantazi të pasur dhe aftësi për të përfytyruar imazhet e së ardhmes. Por ëndërrimtarët, bota është e mbushur me mundësi dhe potencial. Ata shohin bukurinë e të përditshmen dhe kanë aftësinë të frymëzojnë të tjerët me entuziazmin dhe optimizmin e tyre. Ata shërbejnë si transmetues të një frymëzimi hyjnor. Por më tepër mbi arketipin ëndërrimtari, na ndiqni në pjesën 2.